me qëllim rritjen e besimit publikut dhe të partnerëve ndërkombëtar. Kjo garanci duhet që të ndërtohet mbi ekuilibrin ndërmjet interesit publik në ikra dhe respektimit të drejtave të njeriut, duke standardizuar praktikat më të mira ndërkombëtare në këtë fushë. Për shkak se kriminaliteti ka një strukturë dinamike, duhet një vëmendje fleksibël nga gjitha institucionet legjizlatuese, ku një rol të rëndësishëm ka dhe përvojë e posaçme. Kjo trup prokurorësh duhet bëjë gjithçka që në përballjen me opinionin publik të jetë sigur se po bën aq sa duhet, siç është pritshmëria e tyre, me hetime të shpejta, me rezultate konkrete, me prova të pakundërshtueshme në gjykatë, punë për cilën jemi betuar dhe vlerësuar si të aftë për ta bërë dhe do e bëjmë me patjetër. Vijoj sot para jush me një eksperiencë mbi 27 vite pa shkputje në sistemin e prokurorisë. Karriera ime ka një ngritje konstante dhe të vazhdueshme. E kam nisur nga roli bazë deri në hierarkinë më të lartë në nivelet teknike të prokurorisë shqiptare, duke përmendur dhe periudhën prej 16 vitesh si drejtues në struktura të ndryshme. Periudhë e cila më ka dhënë mundësi të provuara dhe aftësi që të menaxhoj struktura të ndryshme në nivele të ndryshme dhe të përballem me situata nga më problematika dhe të jap zgjidhje në kohë reale. Kam udhëhequr disa hetime për një gamë të gjerë çështjes të krimit organizuar dhe korrupsionit. Kam përfaqësuar prokurorinë në të 3 shkallët e gjykimit, edhe para se sa të bëhem pjesë e prokurorisë posaçme. Kam punuar për 8 vite në provurinë e përgjithshme dhe fokusi i punës asaj prokurorie, në varësi dhe të strukturave në cilat kam punuar, kishte të bënte si me hetimin në jurisdikcion fillestar, si me ndjekjen penale, si me kontrollin, si dhe përfaqësimin e akuzave në gjykatë lartë dhe kushtetuese. Për shkak dhe pozicione që kam pasur si drejtor, bashkë me kolegët, cilët i vlerësoj maksimalisht për kontributën dhe ndihmën që kanë dhënë, kam qenë pjesë përbërëse e të gjitha vendimeve që do merreshin nga gjykata e lartë sa i përket njësimeve të praktikës ligjore, vendimeve njësuese dhe unifikuese. Qenia ime si prokuror pranë asaj prokurorie, qenia ime si drejtues në disa zyra prokurorie, më ka bërë të mundur që të kem aftësi në prodhimin e akteve administrative dhe rregulloreve që janë me dhjetra që prodhoshin në vit. Kam patur në konsiderat që të njihem me të gjitha problematikat, me të gjithë kolegët dhe të gjejmë mundësinë dhe mekanizmat e duhur ligjor për t'i dhënë zgjidhje të gjitha situatave të papranueshme. Kam udhëhequr disa hetime të rëndësishme në një gamë të gjerë çështje sensitive. Vlerësoj se kam treguar ekspertizë ligjore, aftësi të spikatura, drejtimi dhe menaxhimi të ekipeve të përbashkëta hetimore. Jam drejtues i 5 skuadrave të përbashkëta hetimore me disa nga vendet e Bashkimit Evropian, me Francën, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Italinë. Jam prokuror që kam patur hetime paralele pothuajse me shumicat e vendeve në rang global. Kam pasur hetime paralele sa i përket çështjeve të trafikut të lëndëve narkotike, trafikut të armëve, pastrimit parave, trafikut të qenieve njerëzore. Në situata komplekse kam bashkëpunuar me homologët dhe huaj për të goditur disa prej grupeve kriminale shqiptare me shtrirje ndërkombëtare. Kam aplikuar përdorimin e mas të metodave të posaçme të hetimit, jam përballur me disa nga subjektet me rrjedhshmëri të lartë shoqërore, kam administruar akte voluminoze, janë analizuar dhe është bërë e mundur identifikimi i autorëve, arrestimi, dërgimi në gjykatë, dënimi i tyre, ndërkohë dhe sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve kriminale. Krahas eksperiencës profesionale,
jam angazhuar dhe në ndryshimet ligjore në tërësi dhe në ndryshimet e reformës në sistemin e drejtësisë në veçanti. Filozofia ime e drejtimit është puna në ekip. Drejtuesi, krahas rolit menaxherial, detyrohet që t'jap shembullin e tij personal për marrjen përsipër të përgjegjësive të shtuara, që në fillesat e hetimeve komplekse dhe sensitive, jo duke pritur fazën finale që të nxjerrë një udhëzim të përgjithshëm jo detyrues, por që në momentin fillestar që ndodhe këtë ngjarje, t'i gjendet pranë prokurorëve, duke ndihmuar me ekspert të fushës, me hetues të trajnuar për çështje specifike, me prokuror, si dhe me krimin e grupeve hetimore, duke u përfshirë dhe vetë në seancat pikante që duhet marrë pjesë edhe drejtuesi i prokurorisë. Të qeni drejtues në nivele të ndryshme të prokurorisë, për një periudhë relativisht të gjatë. Përfaqësimi i akuzës që kanë bërë në të gjitha shkallët e gjykimit, që një lektori së drejtës penale dhe procedurale penale, më ka dhënë mundësinë që nga pikpamja e ligjit të thelloj njohurinë, duke treguar një kujdes të veçantë në zbatimin e ligjit me qëllim pavlefshmërinë e akteve dhe papërdorshmërinë e provave. Nuk mendoj që suksesi i një prokurori është numri i procedimeve në hetim apo numri i personave të arrestuar. Suksesi i çdo prokurori matet në gjykatë. Nëse ka vendime pafajësie, nëse ka akte pavlefshme papërdorshme, aty matet suksesi i prokurorit.